përgatitet të ushtria. Gjithsonim do t'hidhet e para brigada e 9 e Vasilit. Gati, krye kapetan. Mosungut, më parë do të prezë sinjalin e 2 të shtanave të topave tanë. Dhe tashti, nisu! Komandari topave. Urdhër, krye kapetan. Topat, gati? Gati, o krye kapetan. Të lumë të qazo. Dhe tashti mbaj syt nga unë dhe nisu tretën bateri. Kur të shikosh se unë po nduk mustakin e majt, ti shkrepe topin e majt. Kur të shikosh se unë po nduk mustakin e djath, ti shkrepe edhe topin e djath. Kuptove? Si urdhëron? Kuptova. Gjithë komandantët për reporteve, marsh! Dhe tashti, për hajër në qoftë. Zjarë! Qazo! Zjarë! Qazo! Zjarë! Qazo! Guarda merë veshtja pas merëves. Komandanti urdhën zjarë. Ti gjenëm këtëndë, zjarë të thomë. E di që ti, në lere hatë me gjasullën tënë se nuk e kemi genë. Vetëm 2 copreda kemi dhe këto nuk do t'i lëmë të në shkojnë kotë. Presim dhe ca sa t'afrojnë. Ja zë këtë qoftë qazim. Kështu i zbaton urdhërat e mija ti. Të thash që kur të ndukur mustaqe ti shpraze. Pa shiko këtu! S'kam që bëjnë, ku të pyet ajo? Pse mëre, kush urdhëron këtu? Unë? Apo ajo? Unë! Nuk të pyeti njëri ty. Ti shko atje të lashenë, dëgjon? Ka dëgjon më tepër ti mëre. Mua apo atë? Atë? S'kam që bëjnë, e ka zjedhur masha kryetare. Ti gjasullo mos mërzit. Ti e ke kryer detyrën tënde. Shkori rahat në shtëpi se je burr plak e mund të tohesh. Me këtë punë merremi ne. Që është paturpsi! 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 Që është... Sullo! 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 Shpejt kështu, moj. Alarmë duket. Pa. Edhe thonë pastaj se nuk dalin ëndrat. Ja, edhe tani në ëndër luftë po shikonja. Amre se unë jam! Kush je ti, more? Ti beqë qenge? Edhe unë jam! Po që kërkon këtu ti? Me ka humbur çakmaku. Për këta i pjen alarmit. Jo bre, kush e di se çfarë ka ndodhur.
I alarm, kush e di se çka ndodhur, me ti rrije me kërkon pronën private. Ja zek të qoftë. Hele, me këtë t'ja shkretim, si Nuk e di unë, e di kryetarja. Për mua kujtja mbaj, letë urdhëroj. Puh! Shokë dhe shoqe, shirat e shumta që kanë rënë e kanë mbushur rezervuarin përtej kapacitetit. Ka rrezik që uji të shpërthej dhe të dëmtoj të mbjellat. Shokët dhe shoqe që janë të fuqishëm të nisen me njëherë në rezervuar në drejtimin e shokut Qazo. Hajde, shok, nisemi. Shkojmë. Ata që janë të pamundur qëndrojnë këtu me mua se do të saktoj detyra të tjera. Tedofosa, dhe ti nën Savije, shkoni në stavë të Bixhat. Xhajani, Urdhëro. shko ande nga kosheret e bletëve. Si urdhër. Atje ke dhe Gjakostën. Mirë të keq. Po neve? Kurse ti të shero, me që je goxha shëndosh, ajde me mua në rezervuar. Ti Gjabeqo, Gjani Beqos. shko ande nga depot e dritit, se mund të na bëjë ndonjë rufe dhe na hap zjarr. Mirë Gjani Beqos. Po unë, Ti Gjasulo, shko rri më mirë në shtëpi, se je burr plak e mund të ftohesh. këtu bëhet alarm dhe është ngritur i gjithë fshati në këmbë, kurse ti më thua burr plak. Fol, ç'do të bëj unë? Mirë atëherë, shko te koteca dhe kujdesu për pulat. Va? E po këten nuk ma kishte marrë mendja kur. Si tha, se nuk e dëgjova mirë. Bë. O vendime të math nuk ka. Shkon kotecin e pulave dhe meru me rujtjen e pulave. Mas, mare, me gjithmonë e këti. Ja, ashtu e tha jo. Ashtu tha, Dhe kapetanin e fshatit. Sikur ta thoshte mua hajde vek. Se unë nuk kam luftuar as kundra turkut, as kundra serbit, as kundra grekut, as kundra italianit, vetëm gjatë 6 muajt e fundit kundra gjermanit. E me gjithatë do të kisha bërë, nami nuk kisha bërë. sikur mos kishte ndodhur sonde që është alarm për gjithë fshatin, do të kisha shkuar atje në rezervuar dhe do t'isha përleshur me ta. Po sonde, sikur nuk ka lezet të zihesh për çështje personale. Ashtu është gjanëm, sonde shko ruaj pulat i nesër shohim e Unë të ruaj pulat, më merr të keqen ajo me gjithë pulat. Urdhri të zbatuar e kemi kryetare ka zgjedhur masa. Të bukur që na kanë zgjedhur. Prandaj vem punë shu se kemi në krye Çuperlinga. Çuperlinga, po ty ta mlodhi ta mbori nama, të vurit ruaj zoçka. Kur të më vër. Urdhri është urdhër, shko e zbatoje, sonde nesër shohim e drejt. Urdhri është urdhër kur e japin burrat. Unë nuk e zbatoj. Dhe ke për të parë se ç'kam për t'i punuar.
Lëri ato gënjeshtra se nuk ma hedh dot i mua. Vazhdo ty të thash. Aqera. Vazhdo aty të lexosh gazetën të thash. Oj kë. Po. Hale këtu. Jepi Kike! Forca Kike! Vazhdo të lexosh gazetën të thash. Oj Kike. Ullo ty. E ti që ti gjyshi, vërë gjys lyke si qabequa dhe lexove. Ti nuk janë alfabet. Vazhdo të lexosh të thash nga fillimi gjë në fund. Oj kë. Edhe ti kërkon të më mësosh mua, a? Janë ndërmarrë njëkohësisht masa të rëndësishme për qëzimin e lopëve të vendit me rasa dhe prodhimtari të lartë. Tani, mbi 90% të lopëve janë nështruar ndërzimit artificial. Agjensitë të lajmeve bëjnë të ditur dje se Forcat Nacionale Çlimtare të Vietnamit të Jugut goditën brenda 24 orëve të fundit një numër. Ai, qerata, mua kërkon të ma hedhësh ti, e? Nga mua dhe kështu more pizeve, nga ndërzimi artificial tek amerikanët në Vietnam. Kështu ma bën gjithmonë mua ti do me thënë, sa herë që unë dremis ka një qik t'i fat, më kalon në fakin tjetër. Prandaj jam i dobët politikishtu dhe nuk di të lidh dy llafe tjerë në qeshin e burrave. E mbetur brava të A pizeve! A të psas! Kapeni! Kapeni! A qërata që me shpëtoj! Kapeni, more! Na lupi, na, Qupi, na. Dupi, o boq më bëri laneti. Na dupi, na dapi, Qupi, lupi. Kujti dapi tupi ti, more. O, ti qenë nga dërsi, nuk shoh fare. Se që përplas me mua dhe me fluturuan gjyslyket nga hunda. Kam një orë që i kërkoj dhe si gjejdot. Gjene mirë që të tuka si langua, e nuk të tuka bje fjalla si ari. Që rëzik të ma kishe ngopur me qifte së trote. Mja tek janë këtu. Ti ka marrë pushin, goj ti ka marrë atë gjyslyket. Merit është ti. O, boq më pas ka gjetur. Që ka thyrë një gjamë, që Nuk e të shti bësh. Lere. Lere gjuatim për sot dhe shko në shpite plaka, hajde. Jo, bre, gjuaj edhe me të djatin unë. Me qilë që jam me njërash, një loja kam. More. Ti nuk e qëlluar mirë as me të majtin, as me djatin ku ke qenë djallë. E jo më të shti. Kush, more, unë? Tjerë, pa kush unë? Se mos ke nga trojnë me një tjatër. Ikë, more. Unë të thaj me të dy, jo të thaj. more. Na, shiko këtu. E shikon atë poqe e ti lartë? Cilin poqë? Jam atje në gjak në majtë shpi sotiricës. E pash. Shikoj e kur të thaj në vend tani. Ha, qëlloj një. Na, mo këtu. Ska këtu. Na. More, s'po bën vaki kështu? Domino! Ka shumë. Inshallah nuk ta ka njohë, thua. Nga ata që nuk njifesh jeti. Ti dallohesh ka 100 kilometra larg ka tërsi. Po nëse po inshallah nuk ta ka njohur dhe ka numër gjyshyke dhe asaj. Dhe sa kanë se ma quan vetën ishaltar se të mora një hu e të luta në mend ta ullë se luta. Shke, dalës, se ishe gjithë natën pa gjumi shone. Të kish saktuar kryetar ka shefin e rrufeve. Ta pare mi ndalove do të. Oj, të ndaluar, thot, vetëm njëra më shpëtoj.
Ajo që të ra ty, po dhe ajo të ra ma si kishe lënë shërbimin unë gjanën, në mëngjes. Çfarë më ra mua, more? Çfarë më ra mua, po them? Ajo në fletë trofeja. Kur? Qa është t'i gjeti? Ja! Hajde ta tregoj unë! Hajde këtu! Malë, lërë fletë këtu! Jo. Në rastet e alarmit, çdo detyrë e ngarkuar është jo vetëm liq, por edhe një post luftarak. Mbrëm, e gjithë kooperativa e mobilizuar si një trup i vetëm, luftoj me vetmojim për të mposhtur dëmtojësit natyral të ekonomisë tonë kooperativiste. Rezultate qenë të mrekullueshme në të gjithë sektorët. Me përjashtim të sektorit të shpendëve, ku i ngarkuar me shërbim ishte Gjasulu Ajdeçkës. Ai, duke u nisur nga lavdia personale, nënvetësoi këtë sektor duke e lënë në mëshirën e fatit. Presim përgjigje, organizata e rinisë kooperativës. Ma dhe këta, nuk kanë punë tjetër, po merren me një copë plak që me zimbahet në këmbë. Shumë mirë ja kanë bërë. Vetë kërkoj që t'i caktonin detyrë. Po i rana muzi se caktuan tek pulat. E ku donte ta caktonin tek raketat? Ka të drejtë Janka. Të theshte që nuk vete dhe mund caktoni një tjetër në vend ty. Po ne që merremi të rjetën me pulat, qemi. Je një pipiriç kësë trote që nuk e dy paramend në kokë. Dhe të ruash që vetëm pulat, por edhe patat. Edhe rosët. Por mua më vjen keq për të tatë ja kam patur të birin e të ndjerit dule, që ishte purr me mend. Ja, kështu është kur vjen gratë në kryesi. E Gjasulo, po bën gabime parimore. Shka marë, mbushu ti. Hajde Beqo, hajde po kam për të parta se ç'kam për të punuar. Bjere kovën këtu. Na, hajde. Unë se hëllë tot. U të more nga vrima të fashë ty. Së më të gjemë, së më se që... Ikti se për rje për bërë rojëm. Se more të bëshëroje, se mos më futemi për të vjedur. Hajde. Iko, Shëndet, Gjabeqo! Shëndet, Gjabeqo! Shëndet, Gjabeqo! Faleminderit. Po, ku sheni ju? Jemi ne të rritë fshatit. Kush është aty? Pulave u ka hije të kakarisin vetëm në kotec. Nuk pas ke pritur deri nesër në mëngjes për ta vënë këtë fletrofe? Ama dhe ju nuk duruat gjë në mëngjes për ta lecuar, po më qenë ka nivel mrapa të rrugës. Dhe të thash 100 herë lere këtë punë se s'është mirë. Po ku i mbushet mendja këtyre shoh? Gjasulo, e prishe punën fare me këto që po bën. Iqe më mirë me vakte me nder. E di që ti, shko për nani atë të bësh, e mos më shit me të mua. Hajde Beqo. Shko ti, shko. Shikoj mordjeva, se si është... Po ti si kur deshet vje nga unë sonde. Kushre? Unë? Unë erdhe të të mbush mendi mos vi një fletrofe. Ja zet të qoftë. Frigaman. Ika unë se po më thrasin. Shko, se vërtet po të thrasin. Plakë moj! Po që janë gjitho drita ndezur moj? Apo shqyqyrë që fu me elektrikun dhe farda? Hajde plakë, hajde! Oj? Që është kështu? Më pas ke shtruar gostin se ja këndova kryetares, në? Plakë moj! Moj plakë! Zero!
Të urdhërofshin nuset e djemë dhe të urdhërofshin. Po kush na ka ardhur më plakë, kush na ka ardhur? Na ka ardhur djali që ju bëfte me na kurban ju bëfte. Djali? Po? Po ku është moj, ku është? Ha? Po ku është moj, ku është? Ndajni, të priti, e pastaj u la, u ndërrua, u lyeve në livando, e dori të takohet me shokët. Pasiko, si më ka lyere dhe mua me livando. Si kur gjithë lovanot e botës të edhësh mi kokë, nuk më kanë disë do të mua, jo. Shkove ti plakë, pishke, urudhe, më je përë si o shafkë, më je plakë. Na, kush më fletë, unë jam e zonje tunës, dhe nuk e bëj vetën të talen të tjerët. Ashtu thua ti? Nesër, Avazi, nesër. Po ka kohë që doli ky muj? Po ka goxha, tash i duhet të kthehet, po shkoj unë t'i bëj një dikuleqë. More Zakar, nga breth kështu natën ti, more, nga breth. Pse, more, ty do të rrinë të presim neve? Apo nuk bëdhe qa si freske tani. Edhe kjo qera ta plak, ku e pas ka fshevër tërë të raki gjanën. Edhe s'kanë, fëqë. Se që më shkojnë sa si mornica në trup. E forte u luara. Po ti, more, që ma bështron ashtu? Pse? Ty do të rrim të presim ne? Hajde, more, këtu. Ja, mirë se na erdhe. A të keqe, babaj, të keqe. A të trimi, babajt. Hajde, gëzuar. Gëzuar, baba. Gëzuar, more birë. Të na ktheje shëndosh dhe ta kryesh ushtrinë në mënyrë shëmbullore ta kryesh. Ama, ja pas ke shtruar zotrope. Ta e pi për ilaç, moj. Duke si kur jam thonë sa mrem nga shiu, se që më vinë qa si ethe në trup. Mirë të tha kryetarja të mos kishe dalë. Që pas e në goja ta më dërparë. Ja, prap ma shpire mërzin, hajde shuhe tani. Gëzuar plakë! Gëzuar qopsh. Shiqyr që na u këthyë djali shëndosh dhe në dasëm të ti. Të lumë të goja. Ha, na moj, ti e bje Ramos që shiste ti ka në Postovec. Ku ma pas ke gjetër gjithë të raki, zotrote, e? E kisha pshehur, është pike kazani. Ja, për këtë ditë e ruajnjak. Shehro moj, njerit tjetrin, sa e donim, shehro moj. Ahman mën, shehro moj, gjithë bota, kajna, bahanin moj. Ti e madhe. Pse më e flamosur dere, pse? Po edhe ti ama, nuk do të lë pa të mbushur, jo, mos ki me rak. Se edhe tia do të regulojmë, edhe tia do të regulojmë. Kjo është kryetare kjo. Këto janë burrat e fshatit, që të gjithë janë rrisht dhe në krye të kolonës jam unë.
Dush Safi, he? Ti qëngë, tradhëtar. Dëgjoj këtu, kam një muhabet me ty. Ti unë ata muhabetet e tua. Futu more brenda. Do të çuditesh. Futu more brenda dhe thash. Ordri është ordër. Tradhëtar. Dëgjoj si është punë. I ti unë ato punët e tua. Sa herë që kam unë një punë, me njerë më në patak më në baltë më në. Na, grije. Shëndeti djali që mu këthy e shëndoshe mirë nga ushtria, dhe më ka hasë me le. A të më të mirë, o beqo. Na. Të më të mirë. Gjake vja, o beqo, gjake vja. Na, o beqo. Tek, tja, pun. Ashtu dhe. Shëndeti gjake vja, o beqo. Na. O beqo. Dre, po kjo është ujë, uj! Kjo është kryetarka! Çfarë bën kështu more se më lage? Të laga! Mirë ta bëra! Gratë nuk duhet të këndrojnë pas burrave dhe të t'i gjojnë se shfallafosën ata. Kalfaju, jo që ta fsheran ti në ty. Ti po pire dy gota dhe vajte. Lari lafe plakë, po të kesh në një ankes, shko dhe ti në kryesi dhe vull në një fletrufe pa e di u se si të përgjigje ma. Mire me gjo. Gjake dhe jam të bëf të begjo. Amin. Shëllet. Gjokdo, shullo, të të birë. E pash me këta. Me kaj peore peqo, me kaj... Me këta, me këta. Me kaj peore amor, me kaj pasujore peqo, me këtalkën. O shullo. Po, ashtu se. Bravo i qoft. E ti o se shfar t'jali kam. Nuk lejon njëri kuj që t'i shajnë baban. Bravo t'i qoft, more mirë. Me dhe me ka beqo, po zyreshin, a? Dhe po ashtu se shemër. Po puteshin. Ja. Po, e pe veti apo të thamë ty e njërë? Jam me këta dyshi. Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam? Me këta me gjam. Mas, more. Me dhe mek, po putheshin sa glamë, Oj të buthur, dhot, ja kështu. A vashe, opa vashe me more fryme me more. Si s'ka gjej. Po gjene unë ma ty, ha? Nuk të besoj. Nësh me beson, ngrive që shkoj me të shikoj. Ngrijemi! Zushka! Ka urka! Që me mori e erzi para fshatit! Ta shti kërkot të me mori edhe tjani! Po nuk e di shkreti se me feta të bëjë. Ashtu është! Ashtu është! Pa në ka pjullën preta! Duhet të dalim nga penqerja, duhet të dalim ashtu! Më sheura zi ka qakshe, që mos ta shikoj njëri, mos ta shikoj! Urdhëri është urdhër! Lej lafet! Hedho! Ja qenë! Mare vesh ti apo ja? Nuk to anuse kryetarkun! Në pik! Jare, të vi e t'na urdhëra. Po ne, qëta të bëjmë ne? Lepe peke! Dhe jare peke. O gjullo! O
Vetëm ty të kam, Begjo. Unë të dua shumë, Brezulo. Me gjithë edhe ti qoku më luan nga një qikë. Po shdi gjanë urdrat e grave me mua është në smëri. Dhe të traktarje. Po pse? Pranoja. Nuk më mbete të atri mua po traktarje. Jete kjanë Sulo. Osh ma. Ata të dy. Po ne ma. Nuk janë kam 12. Unë kam havet e një. Po është të bje me kërë tankën. Kuj është mare? Nuk shumë qeun, mare, Begjo. Asu nuk shoh, Brezulo, po të gjoj, Brezulo, të gjoj. Këndonëri një, Sulo. Bëjnë qef qëra të larët. Kurse ne nuk dinim nga lidhe i komari. Mara Zuzan, me të ardhe drejt e kjo vajte. Mo Gjasulo e paske pirë me kolla sonde më duket. Më falë, ja nga me muaj pirë kovajtë. Ka ti maj, pse ma ke këthyrë kurrisin? Sigurisht e jo të bia jo me të birin e kovacit. Jo, breqni. Ta jam. Nuk më gënjim shumë mua. Dale, more, qani, babaj, dale, të të themja dy lave para ta mi strecen. Po jam unë, mo Gjasulo, jam unë, biri Kovacit. Më thalë, gjanë, e se në filë e shlukat. Më thalë, a vinë këto zene, more, Begjo. O djallin t'jem futur gjallën, ha? Po ti unë më këtu i lash. Më duke se më kam betur kë puca. Banditën që da qak makon. Më paska umbër gjepi me gjithë qakmak. Më t'jallë të vej. Tash ti i gjeta. Ecim në majtë të gishtrinjve që s'kanë zë nga na iqë. Qare që mërë t'ju marë, pas të nga 10 minutë qenë gjallëm. Ku është ti, ma? Po 100 me eri o thashem djali Kovacit. Po pse, po sa t'jem ka ju tapë. Vetëm njeka. Gjithë këni dalë natën e brillë ferave? Ja, zaki qafë të tedi që u la të brillë këshu frelë shuar. Kore Begjo, po ti sa që ma ke gjarëm? Njecka. Dhe gjitha me tem të Kovacit ka kalli marë. Më letë të bajnë si të duar o Sulo se që jam qau! Mate! Shoku komandant, pika orientimit nëmër 2, tek listi rëzuar objekt armik. Çfarë është? Se dalloj do të mirë. Herën tjetër të ketrung se kisha vënë re një gjë të tillë. Ndoshta nuk e ke parë me kujdes. Jam mëse e sigurt se herën tjetër listi nuk ka qenë ashtu. Shumë mirë atëherë. Duhet ta kontrollojmë. Merr skuadrën e zbulimit dhe nisu më njëherë. Si urdhron. Qoni për ju them! Qu! Shka bërmaki, maj? Do vini me ne! E ku? Te komandanti i kompanis. Shka, maj, mbusho? Mos lëviz! Për para! Kështu më mirë, do t'i bëhet qefi komandantit kompanis. Eri vajza, eri e ni! Nisu! Po që bërë ti more i qyshin, nuk lam vënd pa të kërkuar. Ishim në piknik,
Ja, bashkë me te. Po që mbrëm natën deri tashti në drek? Po bëmë dhe ca para ushtarako, Rufi. O Gjagji Petriti, ku është? Mbrëm, por sa dole ti, a jerni. Kurse sot nuk lam vënd pa të kërkuar, deri në orën 8, pastaj a iku. Iku? U vajti, more birë? Në repat, more, se një natë leje kishte ardhur me shërbim. Po që më the, more. E ta dishti, more, i qyshi, sa keqi erdi ati. Kur iku, shkruajti një letër për ty dhe a tha mami. E ti qënë? Po mami, ku është mami? Ka vajtu në aksion, me goditjet përqëndruar. Vajtë edhe unë dhe mora më njën tënde, pale. Më paqë, më qafë, më paqë. Hajde! Hajde! Hajde fitojmë kohën e umbur. Ta fitojmë. Pjere! Dorë. Pjere! Vrap! Hecë! Po e fitu dem! Hajde, luaj! Dem, hecë! Dale jere, ma filmove njëra ty ku s'nosh dhe mësova talti mërti. Mësova me keqardhje se ti e zemruar me të padrejt me kryetaren. Vazhdo ti. Ajo ka dashur të deset për ty dhe nuk ta kishte me të keq. Për këtë mu betua. Lëri këtë lafe ti, ma pas ka patër me të mirë. Të vete unë, të ruaj pullat, Sulua! Vazhdo ti. Ajo ty të donë shumë dhe ka respekt. O pingën! Po fletru feja, moj! Po fletru fe nuk ta vuri ajo. Ata ta bëri rinia. Lëri ato ti, kërkon ta mbrosh edhe ti, të një fëmirun. Terga jo temi ke marë! Vazhdo aty ti dhe mos më bëjt lafe. Unë desha të takoj dhe të bisedojmë gojarisht. Ne duhemi prej kohësh, që kur kemi qenë në shkollën bujësore. Kjo pun ka marrë fund, po unë desha ta bëni me të mirë, ashtu si që ka lezet familjes tonë. Ti për familje, mos vazhdo më se mu përzije. Ik, qëron që këte me gjithë fletrën e ti. Ja. Bere du, se di unë që do vesh nga tregosh gjithë fshati ti. Dhe është digja, sa kanë se i thua gjësat tëme, aty të shoqja të të biri, se ta mbylla terën e shtëpisë. Kur të vdes unë, do shta po. Nuk fritet me të, është zemruar keq, se mos e zbusin. Mirë ditë, Hani. Mirë dita. Gjasulua... Ha? Sulua, të është? Po, brenda është Gjasulua. Se që tha, e se që bë këtu, unë s'digje. Por jo të shohë që i mori vesh që të gjitha. Nga i mori vesh, mor? Po për gjote prapa derës. Po ti, nga e pe? Po dhe unë po për gjonja prapa derës. Ja sek të qoftë! Edhe ti! Mirë them unë, se edhe ti më je bërë më keq nga gratë më je bërë. Po fundja. Shtë dohet ty mërë të përgjosh gratë e batës. Nga shoqëria? Mikë mërë. Lare mërë me gjithë të shoqërin tënde se e pashë dhe atë. Gjyshi, është mbushur i tërë muri kryesis me fletrufe. Punë e madhe. Nesër do të bëtë mbledhje gjithë fshatit dhe atje do të shikojmë dhe punën e fletrufeve. Do të jetë dhe sekretari partis dhe i do të peshoj si shduhet punën, se më njeh mirë mua se kush jam unë. Çështja nuk qëndron në faktin se Gjasulua ka ofenduar kryetaren. Kjo duhet parë diçka me tutje, diçka me thellë. Pra çështja duhet parë në koncept. Kjo gjë na tregon qartë se Gjasulua runa akoma në trurin e tij, në mendimet e tij pikpamit mikroborgjeze.
Si tha mo, mikroborgjes. E shtë thot ky me këta? Do të thot se ti, në trurin tënd, kemi si me borgjesët. Unë edhe në qofë se kam i si, kam vetëm e ty. Pse borgjesje ti? Më merë të keqen ti. Qetësi ju andej. Për ju po flasim. Unë mendoj se këto pikpamje du në luftur kudo që t'jenë. Kudo që t'faqin dhe në çfarë do forme qofshin. Sepse ato janë jo vetëm të dëmshme, por edhe të rrezikshme për njerëzit e tjerë. Shokët dhe shoqet që na rrethojnë. Sepse ashtu siç i kemi trashëguar ne nga kaluara, ka rrezik që këto meteorina t'i ngjiten dhe brezit tonë të ri. Ne dhe shokë dhe shoqe duhet që të gjithë të bëjmë një luftë të ashpër kundra këtyre mendimeve dhe t'i shkulim ato që nga ranjit. Unë jam i sigurt se Xhasulva e ka ndjerë thellë gabimin që ka bërë dhe do ngrihet këtu të bëjë një autokritik të shëndosh. Jo, more, jo. Do ta shikojmë këtë punë edhe gjetë. Ka edhe më lartë. Me le, Urdhroni, flisni. unë nuk kam shumë gjëra për të thënë. Vetëm desha të them se shoku sekretar kishte shumë të drejtë kur tha se këto mbeturina ka rrezik të ngjiten dhe brezit të ri. Ja për shembull, mbeturinat e shokut Sulo më janë ngjitur dhe mua. Jepi Rini, jepi. Po ngrihem e po bëj një autokritik të shëndosh. Kurse vetë ky Sëmuri nuk ngrihet të bëj autokritik. Po çfarë kam bërë unë duke qëndruar vazhdimisht me shokun Sulo? Çfarë s'kam bërë, thuaj? Ja, fjala vjen. Theva gjysë lykët e mia dhe kam mbetur me një çam. Theva dhe çamet e teto Sotiricës. Pa kemi pirë e jemi bërë tap, sa kemi prishur qetësinë e njerëzve. Kemi bredhur arave duke shkelur të mbjellat. Kemi fjetur jashtë, sa erdhi skuadra ushtarake e çupave dhe na mori përpara me duar përpjet. Jo. Unë nuk e kam ngritur duart përpjet. Nëse kjo s'ka rëndësi. Po pse i bëra unë gjitha këto të këqija, thuaj? Pse? Sepse shoqëria e keqe, të prish, të merr në qaf. Shkurt më prishi. Por marr angazhim që sot e tutje të mos shoqërohem me te. Trautar. Të lutem mbaj goje mos ofendo. Jem mësuar të ofendosh njerëzit e ndershëm ti. Jo, Sulo! Hajt, pajtojnë! Ka marrë angazhim! Ka marrë angazhim që të qëndroj pranë dhe të mere me edukimin tënë! Si themo, afro cacë. Ti e di që unë nuk para t'i qoj mirë nga veshët. Jo, ka marrë angazhim! Dalë se vim dhe sifë, ka marrë angazhim... Po që bëret kështu, mërdi të zi? Ti do përvëlluar me ujtë në zetë, po që to që nuk kam. Qaro që këti! Si së vjen pa këtu? Shka me, bushu ti, se akoma ta kaminatin. Mos më bëjt a ktheje në kasafan këtu. Ku ke parë ti me të kritikash burri në mes të fshatit? Ajtaj, se nuk e nga ta që të skuqet faqa të një. Të kishe arse namus, bënja ato kritikë si shokët. Do të më shojnë se ku...
çfarë ke dërmend të bësh? Atë e ti unë. Dhe nuk do t'jap llogari ty. Gjami është kjo? Pse more Xhaxho? Si të duket ty? S'të ngjan si xhami, e? Se më ngjan si xhami, prandaj po çuditem edhe unë. Ore po qengëni prapa nga dynja ju me Tiranasit. Neve atje i kemi prishur me kohë. Këtë nuk e prishim ne. Bile e kemi me kimet. Kjo ruhet nga shteti se është e vjetër. A me e lumë të te, shtu them edhe unë. Jo, se do tanë të dje që na e plasin shpirtin. Po shti bësh, shtu është kur urdhrojnë gratë. Më të lumë të dhe kështu ju pafsha të tara. Si që duket, këtu i pas kam bërë gratë e rëbjet. Nuk e hapi fare s'kebi. Të kishte qenë në një nga të tonat, do të kishte bërë qametin. Urdhro? Të ishe gjë? A ka mundësi të më tregosh ku ndodhet rruga... Mos ka humbur gjë? Pse? Mos ke gjetur gjë zotrate? Gjujtë. E patere, pse të vjetë? Kërkoni more shok. Të ta të kërkoj më shoqe. U gjysi. Gjysi, ja më të gjysi. Babi, erdi gjysi. Gjysi.
Karamelet e gjyshit. Po shqyqyrë që në erdhe njërë. Qyshie mor këtë mbati papaj, qyshie. Po që të përmbysim. Ullu këtu në linder se jam barova. Po nënën si e kam? Qfarë? Nënën si e kam? Irnek. Lëre mos e pyet. Po ti, mos ke që kafsh grua se morë? Jo, shumë mire kam se. Jo, fash. Me që të kanë zënë taksirati të bësh punën e gruas. Kjo këtë larkë mund të kish lodhë në një hata. Jo, mërë shumë mire është, po. Me që ka qfaqje, darkën e bëj unë. Gjithmonë? Gjithmonë. Edhe kur nuk ka qfaqje, ajo rrje mëson se vazhdon institutin e korespondencë. Qfar? Do me thënë i mbirë nga bëka punën e gruas, ha? E po shtë bësh? Ti qish, s'kesh të bësh gjënëm. Ke turp nga baba gjyshi? Po këto, ti i ke bërë dhe këto? Jo, këto i ka bërë ajo këto. Andaj pas kam dritur. Nëjse të ju rrojnë njërë. Faleminderit. E di që ka ti more birë? Më shtro të flejë mua. Se nuk e ndjenë vetën mirë? Jo, në ndjenë vetën shumë mirë, po se si më përzije. Mirë, dalë të të bëj një kafe? Jo, nuk është e voja. Mirë, ta është dark njerë, pasaj të jellim nga i kupë së bashku. Po nuk dua të thash. Do të më shtrosh të flejë, apo si e ke halin. Po ti me sa më ndevura për të fetur s'ka ngrënë. Si nuk të vjen tur? Ka ardhë nga ana anës, dofta s'ka ngrënë as drejt. Unë po të them se nuk deshte ti prap. Si nuk deshte? Me zor ti kishe dhënë. Nuk e njefti atë. Ka një kokë ai kur zemërohet. Po pse u zemëron? Po ja se më pa mua duke bërë punët e grave prandaj. Ti kishe lënë drejtë ta marrë kur i di një punë të kështu? Ti e di ajo është kak? Është mësuar me vjetrën, ka mendimin e tij. Mendime të mykura. Mos karaj. Do vete ta ngrën, dofta se ka dhënë gjumi. Shqyqy që në erdhi një herë dhe ne ta lejmë pa darë. Po, se që ka mbushu këtu gjithë ty. Baba. O baba. Plaqa unë e ka zënë gjumi. Baba. O baba. O babush, ngreu dhe. E po ngreu tani se mjaftë të mbajte i natë. Dofta ke me të vërtet. Sa duan pas kapir. Kush e di si e ka pasur hallin? Nuk të tha gjë ty? Jo. Më bie si era rest të Diego. Mo i vërtet, ashtu po më duket edhe mua. Të ndezim dritë. Jo, mos e ndi se e nxjerë gjumë. Më duke se ka marrë gjatë i po zjarë. S'ka vënë mundën të ndezur në gjep. Po që nga bërë koshavërim. Po, që kanë ndjekur dhe para. Po i parat po i zëvëndsojmë, po halli qaketës i bëhet. Qaketa sa gjë? Ja por ju thonë dhe po ja armoj. Ja, kom.
dha sinjal. Mëngjes babush, si më kthejo sot? Mirë more birë, mirë. Isha pak pa qef mërëm. Po në atë kra që rash, në atë kra ungrita. Po juve si më gëdhet një. Mirë babush, mirë, fare mirë. Nuse! Mëngjesi baba. Se na erdhen. Po kjo ç'ke? Kafen. Gëzuarshit. Gëzuar qofsh. Gëzuar qofsh. Silli babaj të ujin të lajt. Pse nuk keni qesim këtu? Kemi, si s'kemi. Po pse vete lajm atje? Jo, ore, po e ka për detyrë të bëj uzmet. Je burri vjetër, shqyqyr që na erdhe një herë. Na sill mëngjesin. Po pse? Vemi ham nga kushina ne. Jo, re, po pse me fëmra do shtrojemi në tavolinë? Jemi apo s'jemi burra? Hajde shpejt grua! Jo këtu ti more birë. Për kokën e fëmijëve do më thuash të vërtetën. Për ndryshe të bëra lanet. Do më thuash apo jo? Pse jo më baba? Po të vërtetën ama. Që loj që më bët mu i sot në mëngjes gjanëm? Cila loj? Ja jo që më bët i smeti si në kohën e zamanit. Po nuk që loj ajo. Lari ato ti, kujti vajti në mendet të talët me mua. Ty apo asaj? Mua. E përse e bërë ti këtë? Që kujton ti, more, se jam unë? Niko po qenë si në kone turkut? Jo, Unë nuk i duroj do të të gjera. Bile i kam shumë zët. Por ama, nuk duroj do të ngrien femrat me pustan dhe të urdroj burrat. Këtë nuk i duroj do të. Burri është burr dhe i takon të urdroj, kurse femrat të bindet. Shtu bra, më vjen shumë keq që e tallur me mua. Dëgjoj baba, e di si është puna. Ti mbrëm u zëmërove me mua se mpe duke qëruar peshk edhe vajt e re pa ngrënë darkë. Edhe unë që të bëja qefin, sot u solla si ata burrat e vaktit. Pa lepa, sa mirë që e vërtit dhe ajo, tamam sikur që rritur me feregje. Kot nuk është artiste. Sonde do të më presësh biletot dhe mi bashkë të shohim. Unë këta artistat i kam patur gjithmonë në zet, po nuk kjen nga dhe ajtë lik, din të avartisin. Urdhroni ju lutem, lirojeni mesin, hajdeni më përpara, Ti plaka ty shuaj që bukun. Pika që së bie, nuk e kam dezër fare më treq. Bëç, plak të fazan që qenë kërka. Urdhroni, esni, hapni rrugën, më përpara. Ti shok atje, hap rrugën më po them. Shtu ju morve, mos u shty ti këtu more se do të zbres nga autobusi. Shoqe, urdhroni biletën. Na, e dëgjon. Kaq përgjegjësi ka dhe të bën namin. Mere me mënd, bie fjalla si kur ta bësh ministre. Nuk ka faj, jo. Nga 5-6 dit nga këta varja, këtu mund të khekur atë autobusit. Shtyen shumë edhe vendet përpara rrinë bosh. Po si, nuk pas ka faj. Hej, qfar bën ti, more? Ty të the, more, qfar bën? Shtyen apo shtyen? Më duket si kur e njoft të fytyrë. Rufiani. Më është qepur që nga fshati. Ma që losja t'je në mbledhe dhe t'ashtis më ndajet. Kush? Ja ka fytyrë. Më ka këthy dhe kurizin. Bën si kur s'me nje pale.
Ja tregoj unë të shti. Shpëm dhe kështu more, mos trete nga bëndja. Fal, nga mbrapa mu duke ta mamë si një miku im. Fal, ç'të do fal more? Ma je edhe plak me 2 pëllë mustaqe. Që jam plak me 2 pëllë mustaqe, shty ato prapanica. E mos me gjish mua pas tere. Shket turp nuk e. Pa. Pa. Jo, more, jo. A i bark madhe im është me tërpjet se ky që nga hrabut fare që nga. Do të ndajemi këtu, se unë do vete deri në ministri. Ndajemi. Edhe unë do shkoj në komitetin e partisë të Shokoropi, se ashtu kam një punë. Po tashi nuk të lën atje, duhet presësh orën 12. Po pse si e ke halli? Kam edhe unë hallet e mia. E po atere gjeshat 2 ora, unë po shkoj repart e Petriti. Mirë do të bësh se shumë largës besoj ta gjesh atje. Po na, shiko. E di ç'ke ti? Shko tek ato makinat atje dhe merr një taksi. Tek to këteja? Ja tek ato veturat e vogla. Ashtu. Na baba. Para ke me vete. Më që më kujtove lekët. Na, meri, se janë të tuat. Apo janë të tuat. Apo unë të mia të mora mi dogja me çipuk pa hate. Se dhe juve nuk I gjeni rrugëve. Po me gjithë atë, unë po të marr një qinqe. Hajt miru pafshim. Ku do vesh, Xhaxho? Rapa diellit. Dale, Xhaxho, ç'pate? Me leje, more birë. Urdhro, Xhaxho. Desha të vete në repartin ushtarak 9009. Të djallit të marrë. E ku vete kështu si lopa mërë? Prap më bë avale ky pufi sot. Mbajë. Na mërti, o Xhaxho, hajde këtu, hajde. Lëre, mos e nga se e di unë se ku ta gjej. Të zënë, thot. Cherchez la femme. Urdhëra? Cherchez la femme. Që do të thotë se bebi sherrit është femra. Tamam ashtu është. Pikë si karen. Napoleon Bonaparte, sa herë që grindeshin 2 vet, thosh cherchez la femme. Që do të thotë se bebi sherrit është femra. Bravo I qoftë. Më kot, nuk I kanë thënë njëri I madh. I ki shumë zët femra që mbanin veten për të ditura. Mos mare. Tamam si unë pas ka qenë. Edhe unë I kam zët gratë. Kemi një shefe ne që na I mori shpirtin. Si u ti, kurse ne kemi një kryetare që... Prandaj ka marrë dhe unë këtu. Të shkoj në komitetin e partisë të Shokoropi. Mire bën. Ai me një fëmir mua se kush jam unë. Ja do ta bëj unë kryetaren të vijet mi laj kamët me lot, ja s'ka. Po gjene, unë e kam zemrën e butë dhe do ta vetë pastroj pleun e stavës.
Cherchei la femme. Nuk e pesë çfarë zoge kaloi. Po ti sikur I kishe 10 femrat. Jo të gjitha, vetëm shefet. Po edhe ajo po të bëhet shefi një lloj ka për ta ngrënë shpirtin. Halal Xhaxho, çaj e bëj halal. A më ti si gjithë të tjerë qende. Pa e more. Kelmin na këndi përgatitet ta japë në këtë çast vetë të Toçi. Ky e përcjell topin për para zonës së Rrecës. Nga hyn aty deri është 3 futbollistë skuadrës së Tre futbollistë të skuadrës së Shtatimorët kanë ndërhyrë në distancë fare të afërt. Dhe njeri prej tyre e ka shkurtuar distancën e golave. Është Mema, lojtar I mezit të fushës, I cili shfrytëzoi atje një top të dërguar tek zona e rrethësisë në distancë të afërt. Ç'pate Xhaxho? Pse, s'deshe të ruheshe? Jo. Desha të shikohesh e ca në pas shqyrë. Gati Rada. Më jesh gërryer këto, mare. Tamam si terra të luc. Tradhtar! Kujton ti se nuk e di unë përse të ka dërguar. Kush më ka dërguar? Ajo të ka dërguar. Bet me rak forte. Mos mi shit mua ato, po të rego të drejtën. Të ka dërguar që të shikosh se çfarë bëj unë këtu. Po si. Unë po të shikoj një vinje drejtën në hotel. Nuk rinja këtu. Nuk shikon si kam betur në mes të rrugës. Shpirtin kam për t'ja marrë. Shtu t'i thuash? Unë kam hallin tim se mbeta pa qës lojqe. Era këtu dhe me thanë viti marrë mas njave. Si pas njave, marrë? Ja, kjo shoqja këtu. Më tha e që meri mas njave. Ja, moj ti. Je në këtë qeverit apo nuk je? Se nuk më shkoj? Shko, moj, kukumjaqë. Vequa nuk shikon nga sytë fare. Kurse ti mi thua të vi pas një jave. Mos do të tërheqesh për dore zotrote rrugëve të Tiranës? Ka ardhur nga anë anës burri botës. Në shak I qoftë. Ma thirë këtu atë kryetarin anë, drejtorin anë, ministrin anë. Çfarë keni ju këtu? Ç'urdhëroni Xhaxho? Kush je ti, moj? Drejtore Vica? Jo, jam përgjegjësi. Aha. Përgjegjësi. Pra na e vem punë çorap këtu. Nuk keni në një burë këtu që mund të merren vesh? Jo. Mirë të bëhet. Shtu është kur pien dorë të grave. Ç'kemi? Si u bë? Si u bë? Nuk të qërë. Ajnë. U bë për mrekulli u bë. Po nuk kishin faj ato, bre. O, puta laj, nuk jo spjegova se si e kam halin. Ato kujtoni se kam gjysdyk të tjerëse. Ashtu thon tash ti. Po nuk I njeh grati, jo. Jo, bre, jo, se ishin femra të mia. Ti ka që s'të bie. Po s'ke faj ti, fajn e ka mund që s'lash ashtu të predhësh rrugëve. Ku ka femra të mira, mare? Të mira bën vetëm atere ku t'ja mbledhësh t'ja bësh na rip fare. Pa dale, e për të parë ti se shtë mbledhë t'i bëj unë asaj atje. Kujt me? Kryetares! Aha.
Gjatë jeta. Ja, po vete 12. Në 12 e gjysëm ka marrë fund. Do ta shikoj ajo se kush është Gjasulua. Ale fleke, kjo është karabinat, kjo është. Ale. E gjo. Sonde do të vemi bashkë në theatrën e madhe. Do të shikosh aty se si i kam bërë gratë, no, tërpjet. Do shikosh nusën e djalit tim si e kam bërë, shtë të themo tja. Do të qerasun. Ja, sa do të qerasun. Edhe biletot do të mi marrin birë. A kere këtu do paguaj unë, pa? Për mua nuk ka gëzim më të malë se sa sot. Ja, më këto me cëmbishte. Këto me cëmbishte. Kur zhvlisja vetë pi... E mirë, mjaftë, na më lëndjeve, mjaftë. Po gjenë shiqyr që për e shpishmën. Hajde gëzuar se më vati vonë mua. Gëzuar. Që ty të ka ndërgora pas ta fat që të më pegosh mua. Po jo bre, për kokën tënde jo. Po fundje punë e madhe. Nesër ditë e re, kësmet I ri. Jo. Nisemi bashkë gjë me natë rri me presim gjersa të vijë ora. Edhe njëcka. Qupe, 2 frenete. Se emocionuar jam sonte? Pse? Më ka ardhur vjeri në shfaqje. Punë e madhe. Mua më vjen gjithmonë. E po ne nuk I kemi njësoj. Ne kam me 2 mustaqe. E paskër këtë model. Nëm pa qëk mango. Ore, ty të them, nëm pa qëk mango. Rria manë, Si, gjëgjë. Qëfar do baba? Kesha pak qak mango. Po është I ndaluar duhani këtu. Po durohet pa duhan këtu?
Gjyshi! 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 Gjyshi, që pata ti? Me lojtën, mend të kokës me lojtën. Di që verria këto që kërcejnë kështu me breqka në mes të burrave? Po si nuk e di? Mamin e kanë dekoruar edhe me urdhrin e punës. Pse punësh kjo, ha? Po, që bëka këtu, more. Pika që së bje burrave. Ti biri të parit. Po ti, si jo tem dhe më bësh, ha? Jo, gjyshu, nuk e kam qef baletin. Ashtu më rofsh. O të keqja gjyshit ti, apa. Ti me bje gjyshit të më bësh një koqire mirë të më bësh. O të keqja gjyshit. Gjyshi, e di gjyshi, unë do të bëjmë akrobate. Po deshe edhe avukate. Po kështu si jo tëm, jo. Gjyshi, këtu kam dalë në fotografi në palat. Që është kjo? Spërkata. Po kë? Në shok. E di tatë këtë punë? E di si nuk e di. A i më regjistroj. S'do mënd. U prish dy njoja fare. Falni lutëm? Dale! Prit, sigur të kishim ca pijavica, do t'ishte keq. Kese ku i gjenë? Gjabeqo. Pijavica! Apo ushujsa si thonë. Gjabeqo, shoqja është doktor Resha, ka ardhur që ta vizitoj. Ashtu? Më falë. Urdhëro. Çfarë keni bërë kështu? E fërkova ca se i dhim të koka. Nga se jam kohën? Çfarë lodhëm? Vate ky! Zula! Zula! Duhet ta zhveshëm pak që ta vizitojmë. Po si? Në rast se t'ka plasur cipa ty, unë jam burr me namus. Po nuk mund t'i vizitojmë në këtë mënyrë? Nuk kam nevojë për vizitën tënde. More papa. Lori llafit ti. Man të keqen. Mos hitur. Jare, po të shvishim unë. Shoqja doktoresh. Shoqja doktoresh. Vizitojmë mua të pare. Po jo nuk keni nevojë për të vizituar? Njështu sa ti dalë turpja ditë. Gjabeqo. Jo, mos u shqetëson. Nuk ka vetëm një lodhje nervore, edhe do të japin disa barna qetësuese me luminat. Shkoni e flini, hiq më su beri marak. Rri unë e gdhej këtu, mo. Jo, Gjabeqo. Shiko. Miku e mirë në ditë të liga njëtë. Po pse të rrish pa fjetër, mo Gjabeqo? Unë pa punë jam, juve nesër duhet shkoni në zyrë në orare. Gjabeqo, si kur shtredhe ti këtu? Mirë, Shështë e fjallë, më po ku më së gjumi mua sonde, më po. Hajde, fri. More Gjabeqo, frini. Po, mirë, mo Gjabeqo, mirë. E po natën e mirë. Natën e mirë. Gjabeqo, se arrova, të lutem t'i japish pak ato ilaçet e gjumit, mundohu. Po që jepja japu? Natën e mirë, pra. Natën e mirë. Digjo këtu bëraser. Qo dhe pi ilaç. Nuk i pi unë ato. More do t'i pish se Po nuk i pi, po të them unë këtu. Apo ilaçet e saj nuk i pi unë. Do t'i pish se na, ndryshe o pingën ke për të takuar rope. Hape kohë. Ashtu. Pi mirë. Fli. Qetëso. Që ta kesh mendjen top.
të vritët. Musta që madhë, s'deshet vishmet mirë me mua, ta shikash të ku të shpijet. Më ke munduar të rjetën. Më martove pa më pyetur fare. Edhe mua më theve gjamat. Je fanatik. Edhe për mua ke folur keq në autobus, more. Sa po e vizitova, ky njeri nuk ka dhënë. Ky njeri, përveç këtyre, ka marrë në qafë pullet e kooperativës. Ka braktisur frontin e punës. Gjyqi vendosi, ti pritë mustaqet si simboli kapa dhe i lëtë. Tani mori fund kapa dhe i lëtë tëndë. Vreu Gjasula. Shumë poshtë pas ke rënë. Më mbytën gratë. Gjasulua është i yni. Duhet t'i pindeni të gjitha. Ua të regoj unë qefin. Sulo! Sulo! O Sulo! Po s'gjohë, bre! Po s'gjohë, bre! More, po ngrysh, more! Ke që më ramë që flim. Sa më të ora? 4 pas dreke. Mos, more! Si 4? 4 dhe ka kaluar, bile. E patë kjo për. Na i ku Ropi dhe sot. Ropi erdi sepse kishte lajmëruar Samiu. Të priti 2 orë të tëra të priti këtu. Po ti, more, pse nuk më s'qove mua? O pse, po los një vendi ti. Dhe të thash, që kotë mi dhe ato ilacet.
Qna bërë, more? Se si the Ropi të këndron dhe këtu ti? I thash po shkëndron dhe dot. Ishte me punë fizike. Vetëm 2 orë leje kishtë dalë brigadierja. Mos, more. Pose, nga ta ashe. Nuk e njef një Ropi ti. A i 30 Gjermani, a jo gratë. Edhe nga ti 30 Gjermani. Po unë kyqet e kashës kam. Kurse Ropi është me pozit. Qëna bërë, more. Po si u t'ja pen tashi? Mos ki gale, se i gjej unë. Hadi, grau! Dalë më t'le lukën. Hajde shkojmë këtej nga Laçi. Jeno vete mo, Ropi të punoj në Laç, a i do t'jeti madh këtu. A, shoko! Kush është i pari fshatit këtu, more? I pari fshatit? E, ku e këti që amësun e marrë me mend? Ja, që atje! Ej, Laç, shpejt, Laç! Ja se si ja merë shpirtin gruja burrit kur është i humor. Kujt, ati? Ati, Po pse, nuk e njohët e se kush ishte? Zemar, kush është? Po Ropi që kërkon ti? Jene vete mo, ti nuk e njeh Ropi fare. Ropi është me mustaqe me flok kacarela, kurse ky është tull fare. Ashtu ka qenë, po shikohet tash ti. Shoku Ropi! O, shoku Ropi! Urdhoni! Sulua! Ha, ku je? Të kam pritur sot 2 orë. Që bëre? Ha, që kemi? U bëre mirë? Unë mirë. Po ti bëre... sa pas ke ndryshua. Që ti bësh? Unë plakëm ne të ashti, Sulo. Avash, po vjen koha t'ja dorzojmë stafetën brezit të ri. Laç, shpejt, Laç! Shoku Ropi, lëre një muhabetin, po pengoni punën. Edhe grave. Edhe atyre, janë me të vërtet një forcë e madhe. Erdha! Samiu më tha se kishe diçka për të më thënë. Jo, nuk isha gjë për të thënë. Ja, erdha të pash. U kënaqja. Mirë se erdhe, Gjasulo. Ka edhe më të mëdhenj nga ty këtu. Mirë se ardhe, Gjasulo. Qyshi! Beqo! Tash ti e tutje dhe të bësh me familje kryetarësh. Të lumë të rësullu!